që janë ata? Po vetëm do volën, s'di pse na bëni pyetjen e njëjtë për përgjigje as mundet me ndryshu se as në rrethon s'ka ndryshu. Na përgjigjen e kena të shortë në burr. Edhe do të vazhdojmë me procedurat kushtetuese. Dita kon me 15 në konstitut kuvendi, partia që ka dole para me provu me bo qeverin. Nëse ata s'mundën, pastaj rradha është e jona dhe ne besojmë që në një situatë tillë ne do të arrijmë me pas qeverin e cila do të thirrhet nga Bedri Homza. Ftesa keni pranuar për takim konsultativ. Po na jemi shumë transparent, me pas pranuar ftesë që kishim ditë deri tash. Nëse bënim opozitën, atë fni për dorë për komunistët. Afet po duhet ta thonë një gjë. Por këtë tona kemi dhënë përgjigje. Asnjë rrethon nuk ka ndryshuar, që në ndryshu situata ose në ndryshu qëndrimi. Kushtetuta parashën me 15-in me u konstu kuvendi, pastaj në kuvendet e kemi ai që i pari nuk është nevoja me votu gjithsesi na, sepse kuvendi asnjëherë nuk ka pas të lashën në konstruim për sa i përket kryetarit kuvendit. Nëse duhen votat e PDK-s, ai keni me ajo qeverisë për kryetar kuvendi. Po pse më ja dhon votat e PDK-s? M'fal, se s'e kuptoj pyetjen pse duhet na më ja votu kryetarin e kuvendit. Se kemi votu as të kaluamën, 2 herat kryetari është votu. Kryetari nuk është të lasha me po 60 vota. Këtu unë veç shpresoj që do të ketë respektim mas pari të vullnetit qytetar, të votës qytetare, të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ashtu që të martën partia e parë me propozu kryetarin e kuvendit. Kjo është me rëndësi me ndodhë. Momentin që ndodhë kjo, jam i bindur që asnjë të lashë s'ka me u bë 60 vota, as për kryetarin, as për kryesin. Zoti Krasniqi, që jeni duke bisedu me partitë e tjera opozitare për një qeveri të mundshme? Siç që kemi njoftuar, ne kemi komunikim të vazhdueshëm me partitë opozitare dhe besoj shumë që duke i respektuar rendin kushtetues, hapat kushtetues, në momentin që një gjë e tillë do të merrë dhe validitetin legal, pas dështimit potencial, po i them, të partisë së parë me themelu qeverinë e re, ne shumë shpejt, besoj do të jemi të gatshëm me i ofru qytetarëve dhe vendit një qeveri tjetër. Me nismen a keni bisedu me Limajin? Me krejt kam bisedu. Veç LDK-ja ka një kusht të qartë, 2 kushte të qarta. E para është që ata me pos kryeministrin, edhe dyta është që me u zgjedh presidenti. Aja jep një kryeministrin LDK-s edhe dyta qysh mundi me zgjedh presidentin nëse nuk keni bashkëpunim me vetëvendosjen. Unë nuk mund me ful për parti tjera, po për sa i përket presidentit, o shumë herët me vull për president. 11 muaj mandati kanë met presidentës aktuale. Sikur të mirëshim vesh shpejt për me themelu një qeveri të re, të hequr nga Bedri Homza, ma merr mendja që në proces janë 10 muaj, 11 muaj, të cilat do të sillnin në situatë të re, për cilën do të diskutonim kur të vjen rradha. Nuk mundi me mendu që ka ndodhur në marsin e vitit të ardhshëm, kur ne mas pari ende se kemi konstruar kuvendin, se kemi themelu qeverin edhe i kemi një por zgjedhje lokale në mes. Ka shumë hapa të cilët unë besoj e ndikojnë kontekstin politik derisa të vijë rradha. Ne si kemi 80 vota, ne kemi 24, këto 24 vota do të jenë pjesë një marrëveshje potenciale për qeverinë e ardhshme, tu të hequr nga PDK-ja dhe për sa i përket zgjedhjes presidentit, shohim kur të vijë rradha. Zoti Krasniqi, ta sqarojmë, a bëni kompromis për postin e kryeministrit me LDK-n për shkak që është kushti vetëm? Edhe një herë me sqaru sot, unë myt ato e sqaru. Është një radhë shumë normale e legitimitetit që në një rast që i pari dështon, atëherë i dytë e merr mandatin. Presidenta do duhej në rast të dështimit të zotit Kurti si i pari në këto zgjedhje, me naftu neve për me mandatu një kandidat. Ne kemi mandatu në Bedri Homzën dhe Bedri Homza jam i bindur që është përtej një figurë partijake politike, një figurë e pranueshme edhe për parti tjera, por edhe për qytetarë në përgjithësi, pa dallim të votave që i kanë dhënë me datën në shkurt. Jam i bindur që kishim me arrit me i vendos interesat e vendit, përtej interesave dhe kërkesave puro partijake që mund të kenë partitë. Nëse Kurti do të kërkojë një takim nga ju për të përfshirë për të bërë bashkë një qeveri të re të vendit, a do ta pranorit? Është shumë hipotetike kjo pyetje dhe nuk kisha me dhënë një përgjigje hipotetike, sepse më merr mendja që po sigur me pyet për këtë punën e presidentit, çka nëse vitin tjetër nuk zgjedhet presidenti. Ju ende s'keni marrë ftesë, keni marrë ftesë prej Kurtit për t'u takuar? Vetëm sa thash ne jemi aq transparent që në momentin e parë sikur të kishte ndodhur ju do ta kishit ditë tashmë, sepse një gjë e tillë nuk bëhet në mënyrë jo publike.
As nuk kemi ftesë, as ka takim, as nuk pres me ndodhë diçka tjetër. Po, të shkoni në rast që do të merrni ftesë. Nuk e di. Qysh me ju përgjigj kur s'ekziston kjo punë. Ju po thuni, Krasniqi. është pyetja për mua është e nesër me thonë çka ndodhet nëse nuk zgjedhet presidenti vitin e ardhshëm. Falni, pyetjet hipotetike kërkojnë përgjigje hipotetike dhe përgjigjet hipotetike në politikë nuk janë zakonisht të preferueshme. Ju falenderoj shumë. Kryetari i partisë, Pa normal që jam kryetari i partisë dhe vendosi unë. Po s'po tregoj ty sot çka vendosi.